A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahil azim walhamdulillahi ala dinil islam wa ala tawkil iman wa ala hidayatir rahman. Pra në emër të Zotit, bamirësit të përgjithshmit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet më të përzemërta dhe të pakufizueshme i takojnë Allahut krijuesit botrave gjithësisë, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij dhe shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë për ata që kanë ndjekur dhe do ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pra po filloj në emër të Zotit madh, i cili na ka zgjedhur fenë islame, na ka udhëzuar në rrugën e drejtë, si dhe na ka bërë nga të udhëzuarit, dhe shpresojmë që të jemi të udhëzuar deri në çastet e fundit të jetës sonë, dhe t'i lutemi Allahut të madhëruar të na shpërblejë me mirësitë e kësaj bote dhe të botës së përtejme, me parajs, me xhenet, ashtu siç na ka premtuar në Kur'anin famlar dhe fisnik. Para se të filloj me mesazhin e urimit, dua të bëj me dije të gjithë besimtarët musliman se mbas një muaji agjërimi, fillimi të cilit ishte mëshirë përmbar besimtarët musliman, mesi i tij ishte falje, pra një amnistie e përgjithshme për të gjitha mëkatet e kryera nga secili prej nesh, si dhe fundi i tij është shpëtim nga ferri pra zjarri i xhehenemit, që me të vërtetë është një ndëshkim i rëndë dhe i lutemi Zotit na ruaj prej tij. Përfitojnë nga rasti që të bëjmë dije të gjithë besimtarët musliman se sot është dita e fundit e muajit të madhrueshëm të Ramazanit dhe nesër pra ditën e premte, ditën e xuma, më datën 20/3/2026 në orën 6:30 ky muaj i madhruar kurorzohet me faljen e namazit të festës së shenjtë të Fitr Bajramit. Gjithashtu përfitojnë nga rasti të njoftoj të gjithë besimtarët musliman edhe një herë se sadaka fitri është caktuar nga ana e komunitetit musliman Tiranë 400 lekë për person, dhe kjo është mirë që të jepet para se të falet namazi i festës së shenjtë të Fitr Bajramit. Në festën e Fitr Bajramit manifestohet përkushtimi, pastërtia shpirtërore dhe devotshmëria ndaj Zotit të madhëruar. Kjo festë erdhi që të begatojë shpirtat dhe mendjet tona, që të krijojë një atmosferë mirëkuptimi, mirësjellje, devocioni, një atmosferë bujarie, pajtimi dhe duke na emancipuar në mendime dhe veprat tona. Kjo festë ka për qëllim kryesor devotshmërinë e njeriut, pastrimin e tij shpirtëror dhe edukimin e tij me vlera dhe aspirata të larta njerëzore. Kjo fest na nxit që të jemi gjithmonë të gatshëm të bëhemi më human dhe udhërfyes për të mirën e përgjithshme për fe e atdhe. Festa e Fitr Bajramit karakterizohet me sinqeritet, devotshmëri, durim, paqe, urtësi dhe me plot virtyte të larta njerëzore që e karakterizojnë muslimanin që të ndihet krenar në jetën e tij të përditshme. Prandaj le të përpiqemi sa më shumë me qëllim që të shfrytëzojmë begatitë e kësaj feste nëpërmjet adhurimit tonë të sinqert ndaj të Madhit Zot, tolerancës dhe të mirëkuptimit e të ndihmës sonë reciproke. Me këtë rast, mesazhi i urimit drejtuar mbar besimtarëve musliman është gëzuar festën e Fitr Bajramit. Së fundi i lutem Zotit që kjo festë të sjellë në familjen e çdo shqiptari paqe, qetësi dhe harmoni. Zoti fuqiplot begatoft popullin, vendin dhe kombin ton. Paçi, mirësi dhe begati, Zoti ja u pranoft lutjet dhe të gjitha adhurimet e tjera që u kryen përgjatë muajit të shenjtë të madhrueshëm të Ramazanit.